me këtë skandal të Jeffrey Epstein. Cilat janë ndër arsyet që nuk është bardhur akoma kjo çështje nga drejtësia amerikane? Pikërisht, kjo është pyetja më e madhe. Si ka mundësi që këto ngjarje ka ndodhur, ka qenë në 2005, pastaj ka qenë në 2013, pastaj ka qenë në 2018-19 që ai është dënuar dhe pse janë mbajtur të fshehta këto gjëra. Patjetër që në qoftë se do t'i vihet deri në fund kësaj çështje, do kuptojmë që kush ka qenë arsyeja dhe kush e ka penguar dalin në dritë të gjithë kësaj situate dhe pse gjithmonë ndodhin dhe ne luftojmë pasojat dhe jo shkakun. Domethënë, ne në këto momente njerëzimi është para një fakti të kryer prej vitesh, ka vite të tëra. Mund të themi mbi 20 ca vjet që ka ndodhur ky rast ose ky skandal. Por nuk është se ka ndodhur tani. Këto gjëra kanë ndodhur edhe para viteve 90. Këto kanë qenë dhe kanë ekzistuar, se s'ka më dhe kjo të bën të mendosh pastaj të bësh një analizë të thellë se si ka funksionuar politika ndërkombëtare ndërmjet shteteve dhe kush kanë qenë mekanizmat edhe zinxhirët që kanë udhëhequr dhe kanë komanduar si kukulla këta qeveritë e këtyre kryerët e këtyre qeverive të botë. Kush e kontrollon ditën e sotme këtë dosje? Janë drejtësia amerikane, ka rënë në dorë të drejtësisë amerikane. Janë ato, po kjo është gjysma e dosis Jeffrey Epstein. Domethënë 3 milion faqe, po ka edhe 3 milion të tjera dhe nuk e di mende se sa prova ka për këto kryetarë. Të morën vesh që Hillary Clinton dhe Bill Clinton kanë shkuar para Kongresit Amerikan për të dhënë dëshmitë e tyre se si ka ndodhur të përfshirë në këtë rrjet satanik, sepse unë nuk i them rrjet, i them sekt satanik. Është sekt satanik që të merresh me fëmijë, të shikosh fëmijë të therrur aty, të hash fëmijë, mishin e fëmijëve, mish njeriu është, domethënë nëse ne i shikonim nëpër filma këto gjëra, nuk të e besonim. Biles diku në 98-ën ka qenë një film me Tom Cruise dhe Nicole Kidman. Regjisorin e atij filmit, ai kishte pjesë të tjera për të transmetuar në këtë film, por që di që nuk është lejuar t'i transmetonte dhe aty shikohet titulli i filmit ka qenë Sytë që vrasin dhe bëhet fjalë për një vilë të madhe ku aty mblidheshin gjithë elitat e vendit në rrite satanike. Dhe ajo kur unë e kam parë në 98-ën kam qenë, domethënë, vajzë shumë e re kur e kam parë atë film dhe mua më ka ngel në mendje gjithkohon dhe shpirtërisht ka patur një lloj shoku për të kuptuar se si ka mundësi këta persona që bëjnë moral për konsumim publik, kërkojnë të jenë të kulluar para opinionit publik, janë familje mbretërore, se aty janë përfshirë dhe familje mbretërore, princërore, ka qenë ajo e Norvegjisë, që i thoshte Parisi është një vend shumë i bukur për të shkelur kurorën. Ka qenë princ Andrew që thonë që është përjashtuar nga familja, është zbuar nga familja mbretërore pas këtij skandalit. Ka që figura të tjera shumë të fuqishme që është vërtet për të kuptuar ku po jetojmë, në çfarë teri dhe në çfarë mjedisi. A është kjo një botë e gënjeshtër? A janë këto parimet dhe vlera që ne besuam pas 90-s për zhvillim, emancipim, demokraci, ëndra amerikane. Edhe diçka tjetër, Mel Gibson, atëherë në ato vite ka deklaruar që Hollywoodi është një çerdhe pedofilësh. Dhe ai për këtë u penalizua te karriera e vet dhe nuk bëri më hajër. Kështu që ai po kuptonte diçka nuk shkonte në këtë, po kanë qenë pak zëra kurajoz. Mirë po, hajta lidhi me Shqipërinë. A kemi ne Epstein shqiptar këtu tek neve që funksionojnë me këto mbrëmje, me këto mbrëmje të tilla kaq të shturura dhe me njerëz plot me vese? Në 2017-ën, opinioni publik duhet ta mbajnë mend, ka qenë hoteli Santa, si kishte në Saran që u kap të këtij Balilit, që thoshtin që ishin kapur video dhe fotografi të njerëzve të politikës që nuk u morë vesh pas se ku shkuan, u zhdukona, janë diku të fshehura për të bërë shantazh. Domethënë 2017 Santa Quaranta në Sarandë. 2017 ka qenë Santa Quaranta, se tash më kujtohemi asaj, ka qenë hoteli i bërë te ish kampi i punëtorëve në Sarandë. Dhe aty janë kapur festa plot.
Po kush po I kontrollon festat e këtyre që organizohen, që I thonë elita e vendit, të biznesmenëve, të bankierëve, po sa në CEO, në përndërmarrje dhe kompani që ne nuk e dim se si funksionon, dhe aq më tepër që sot mentaliteti që ti has në opinionin publik është që ti sot karrierën nuk e bën se je zonja. Haro e thonë që ose je zonja. Duhet kesh dikë nga pas që ty të ndihmoj të ngjitesh shkallët e karrierës. Domethënë, ky vend që deri dje ishte vend I meritave, I vlerave, që ti bëje karrierën në saj të shikon që po degradohet gjithnjëherë më shumë drejt një karriere të cilët duhet është në një kanal shumë të errët që ti të arrish në majat e karrierës, qoftë politika. Le të ndani pak te kjo pjesë, Mirela. Po në vitet 90 ka pasur në këtë kohë dikë që ngrihej në karrierë për të pasur dikë nga pas. Shko, ne pas 90-s. Le të jemi realist në këtë pjesë. Pas 90-s, shko, ekzistonte në kohën e para 90-s. Para 90-s ekzistonte. Po, ishte deri diku, po jo kaq. Ishte atëherë nëse ai të rekrutonte në radhët e partisë për shembull. Patjetër që duhet kishe, por para se të rekrutonte në radhët e partisë, ai të shikonte se ti ishe I përkushtuar ndaj punës, kishe edukat e punës, ishe korrekt, pastaj të ofronte pjesën tjetër pastaj që mund kishte kompromise shumë të fsheta që ata e di që rekrutorësit e merrin tesrën e partisë, ose s'kanë ekzistuar dhe atëherë. Biles një nga ngjarjet e rënda mbaj mend unë që është bërë dhe dokumentar, ka qenë një vajze në Tropoj, një gruaje në Tropoj, që ishte vajze e re, mësuese shumë e bukur në atë zonë, ku ishte sigurimi, si ka qenë sekretari partisë saj zone, I kishte vënë syrin për ta bërë të vetën, ajo me një karakter shumë të fortë, jashtëzakonisht një burrnesh, edhe domethënë nuk e pranoi sa kalvari I vuajtjeve të saj ka qenë I jashtëzakonshëm, I harova emrin, që e detyroi të kalonte në atë lloj kalvari vetëm e vetëm sepse kërkonte të ishte stoike në pjesën e moralit dhe kërkonte të ishte, kështu që patjetër që kanë ekzistuar. Është fenomen që ka ekzistuar që në antikitet, nuk është problemi se, po sot është bërë normale, kjo është më e keqja. Sot është bërë si një klishe, në kjo normale. Si diçka e zakonshme, domethënë nuk të bën, ndërsa atëherë ishte e rënd, mbaheshin shumë të fshehta, ishin sporadike, domethënë ekzistonin, po nuk guxonte njëri ti bënte publike këto gjëra dhe ti ndoshta jetoje në një lloj akoriumi, të paktën fëmijët ose të rinj, jeton në akoriumi me ato vlerat që përpiqeshin ti përçonin, ti ruanin dhe të ishin, pastaj kur u hapën e pas 90-s, I kishim këto vlera shumë të forta. Pavarësisht se ne ikëm nga një sistem që ishim të varfër ekonomikisht shumë të varfër. Atë nuk e mohojmë dot. Por shpirtërisht ishim shumë të pasur. Domethënë, ai hendeku midis pasurisë materiale dhe pasurisë shpirtërore ishte shumë I madh. Kishim një varfëri të njëjtë. Ishim të gjithë të njëjtë të varfër. Nuk ishte ky lloj hendeku që sot I ke këtu, I ke me Porsche, apo I ke me makina nga 200.000 euro, dhe ke sot familje që mezi sigurojnë bukën e gojës, që shkojnë e mblejnë me lista, ndërsa ati ka që një lloj barazie që ishte, I thoshtin, domethënë në gjuhën popullore, kur ulemi ndonjëherë në tavolinë që I themi nën zë se zguxojmë prap, duhet ta shajmë atë sistem se është kështu, por në fakt ka që një varfëri, ajo varfëri e ëmbël që ishte nga anë materiale, 2 divan, një tavolinë, një bufe, sa shu ishin. Një frigorifer kush kish mundësi ta merrte, por aman tek pjesa buke kripe zemër, aman pjesa shpirtërore, pjesa sociale, pjesa e adoptimit fëmijëve, fëmiria, kanë qenë funksiononin institucionet e shtetit. Nuk guxonte, domethënë kishe ti një problem, diçka të vije të trokisje, patjetër e gje zgjidhjen. Nuk guxonte njëri në përzyrat e shtetit të bëhet këto që bëhen sot. As guxonte njeri, sepse as shkonte në përmend, as të shkonte në përmend sepse përfundoi në Spaç, e di e vendin ku shkoje. Kështu që ishin ca rregulla, kishte shtet, kishte ligje, ndërsa sot nuk po dim ku jetojmë, ne jemi në një vakum total, shpirtëror, material, ligjor dhe nuk po e dim ku jemi, sepse ato parime, ato vlera që ne pretendonim se I kishim, nuk I kemi. Nuk I kemi më dhe ne shikojmë